Ju njohim me edicionin informativ të lajmeve. Kjo është Radio 7. Qeveria shqiptare shton fondin në dispozicion të bonusit të fundvitit për pensionistët. Nga 37.5 milion euro që ishte parashikuar në buxhetin fillestar, vlera është rritur në 97 milion euro. Një shtesë barabartë me gjysmën e vlerës së rritjes së të ardhurave. Nga bonusi pritet që të përfitojnë rreth 756.000 pensionistë. Edhe këtë vit shpërblimi do të jetë me fasha. Pensionistët që marrin deri në 200 euro në muaj pritet të përfitojnë më shumë. Vendimi është marrë pas rishikimit të tretë të buxhetit të shtetit për vitin 2025, me ndryshimet e bëra shpenzimet shtohen në 57 milion euro në një total prej 8.3 miliard euro. Qeveria shqiptare kërkon rritjen e bashkëpunimit me sektorin e farmaceutikës. Synimi është të garantohet mbulimi i vazhdueshëm me barna si dhe forcimi i standardeve të cilësisë dhe transparencës për qytetarët. Në këto kushte, Ministria e Shëndetësisë dhe Mirëqenies Sociale Elvis Sala zhvilloi një takim me Unionin e Biznesit të Farmaceutikës ku theksoi forcimin e dialogut dhe angazhimin e përbashkët për përmirësimin e këtij sektori. Jemi të vetëdijshëm që sektori ka sfida dhe nevoja për përmirësime. Do të ngrejmë një grup pune për të analizuar dhe përmirësuar sektorin e farmaceutikës për një bashkëpunim të qëndrueshëm dhe të vazhdueshëm me qëllim përmirësimin e cilësisë së shërbimit për pacientët, tha Ministria Sala. Ministri i Transformimit Digjital në Republikën e Maqedonisë së Veriut, Stefan Andonovski, para ministrave për vendet e Ballkanit Parandimor, paraqiti Innova, një mekanizëm kombëtar për inovacione dhe sipërmarrësi që bashkon 3 ministri për transformim digjital, ekonomi dhe për arsim dhe shkencë në një strukturë të unifikuar që mundëson rezultate reale në terren. Në panelin kushtuar inteligjencës artificiale dhe inovacioneve në kuadër të takimit të zhvilluar në Podgorica, ministri parashikoi se përmes programit Europa Digjitale është siguruar mbështetje për ndërmarrjet e vogla dhe të mesme në formë të qasjes në kapacitete për inteligjencë artificiale. Radio 7, zëri pozitiv i qytetit. Kryeministri i detyrë i Kosovës Albin Kurti ka dyshime nëse do të jetë në gjendje të formojë qeverinë e re deri ditën e diel kur është afati i fundit për propozimin e saj. Pas interesimit të gazetarëve, Albin Kurti pranoi se bisedimet janë të vështira. Në këto ditët e mbetura jemi të komunikuar, jemi të bisedu. Nuk është kollaj se është intoksikuar atmosfera shumë, ka shumë xhelozie e natës nisën, shumë se ide punë ose. Alternativë sipas tij vijojnë të mbeten zgjedhjet e parakohshme. Do të përpiqemi që ta bëjmë qeverinë përndryshe siç po duket alternativa do të shkojmë zgjedhje. Ose do ta bëjmë në qeverinë ose do të shkojmë zgjedhje. Nuk po duket që opozita ka vullnet dhe as synim për qeverinë të tyre alternative. Merret kryetari i lëvizjeve vendosje zhvilloi një takim me Mërgatën ku zbuloi ofertën bërnismës për bashkëqeverisje. Ai tha se kësaj partie ka qenë i gatshëm të jap 4 pozitat e larta, edhe pse ka vetëm 3 deputet. Kryeministri i detyrë i Kosovës Albin Kurti aktualisht gjendet në Britaninë e Madhe për të marrë pjesë në samitin e procesit Berlinit. Vlora Çitaku nga Partia Demokratike e Kosovës akuzoi lëvizjen vetvendosje për keq përdorim të misioneve diplomatike në funksion të interesave partijake. Ajo e quajti abuzim të skajtshëm përdorimin e institucioneve shtetërore në kofushate, duke referuar rastit të fundit në Londër si shembull të mendësisë që e sheh shtetin si pronë private. Kjo kast drejtuesish tashmë ka shndruar në një normë keq përdorimin e misioneve diplomatike të Kosovës për nevoja partijake të lëvizjes vetvendosje, apelon Vlora Çitaku. Ndoqët lajmet shkurt në Radio 7, zëri pozitiv i qytetit.